Gjykata e posaçme antikorrupsion ka rrëzuar kërkesën e kryebashkiakut të Tiranës Erion Veliajt për kthimin e telefonit të sekuestruar në momentin e arrestimit në zyrën e tij. Veliaj mbahet në qeli në ndyshimet se kreu korrupsion në 9 raste dhe pastroi para. Prokurorët Olsi Dado dhe Altin Dumani thonë se kanë qenë kompanitë e zotëruara de facto dhe de jure nga bashkëshortja e tij Ajola Xoxa ato që kanë pastruar parat. Bashkëshortja e kryebashkiakut të Tiranës ndodhet në masën detyrim paraqitje, ndërsa Erion Veliaj gjendet në qelinë e paraburgimit të Durrësit që prej arrestimit të tij më datë 10 shkurt. Ndërkohë kryetari i Bashkisë së Tiranës ironizoi sërish prokurorin Olstado dhe gjyqtarin Erion Bami përmes një reagimi nga paraburgimi i Durrësit. Veliaj shkruan se arrestimi i tij u bë për shkak të frikës së këtyre të fundit se mos prish prova të cilat tani më sipas kryebashkiakut janë në dorë të spakut. Por, gjersa të shihemi sërish, më duhet të vazhdoj çmontimin e kurthit pse jam në burg, rrezik ikje, prishje provash, rrezik shoqëror. Dje, rrëzova frikën e ikjes prej Ols Dados e Erion Banit, pasi kisha ikur 3 herë isha kthyer 3 herë. Teksa gatuaj çarku ndaj meje, arsyeja e dytë pse gjykatësi Bani pranoi nga Olsi burg për mua, është rreziku i prishjes së provave, po cilat prova do prishun? Celularët i ka Olsi, timin dhe të një 10 grarive në Tiranë, me të cilët mund të vojerizoj gjithë ditën e gjithë natën, të shoh çdo foto familjare, bebet, kërthizat, dhëmbin e parë, videot e fjalëve të para, fotot me gjyshin e ndjerë në plazh, të gjitha provat e panevojshme për ku e si jetojmë. Kryetari i Bashkisë së Tiranës është vënë në hetim për korrupsion pasiv dhe pastrim parash. Prokuroria e posaçme dyshon se i ka kryer këto vepra në bashkëpunim me gruan e tij, Ajola Xoxa.